në interesin e qytetarëve. A kanë ata vota? Kanë vota, por ne kemi argumentin. Ajo që na ndryshon neve nga majoranca në Ertillën është që ata kanë shumë vota, po pak argument. Ne kemi më pak vota, po më shumë argument. Dhe uroj që duke qenë në Komisionin e Reformës Territoriale të fitojnë argumentet mbi votat. Zonjë Zhuba, ju keni paraqitur një projekt ligj për trashëgiminë kulturore. Çfarë është ky projekt ligj? Ky projekt ligj mbi trashëgimisë kulturore është shqyrtuar në Komisionin e Ligjeve, fatkeqësisht në atë komision edhe u votua kundër nga majoranca, por do vazhdoj shqyrtimin e komisioneve të tjera në seancë plenare. Projekt ligji parashikon që në Republikën e Shqipërisë, ashtu siç e kërkon Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe ashtu siç e kërkon Konventa e Parisit, garant për trashëgiminë kulturore do të jetë shteti dhe jo privati. Në kuptimin që donacione privatët mund të japin sa të duan. Të kontrollojnë donacionet e tyre, mund t'i kontrollojnë me të gjitha mekanizmat. Të krijohen fondacione mix midis shtetit dhe privatit, patjetër që po. Por këto fondacione duhet të jenë fondacione ku brenda këtij fondacioni të jetë shteti gjithmonë mazhoritar. Pra shteti do të jetë gjithmonë deri në kuotën më të ulët 51% dhe privati do të ishte gjithmonë në kuotën më të lartë deri në 49%. Pra nuk mund të ishte privati mbi shtetin në menaxhimin e trashëgimisë kulturore të Butrintit, Gjirokastrës, Durrësit, Beratit, të cilës do trashëgimi kulturore. Kushtetuta e Republikës Shqipërisë thotë shteti garant për mbrojtjen e identitetit trashëgimisë kulturore. Sepse do t'ju them vetëm një detaj, që është minimalist po dhe për të kuptuar. Unë jam kryetare e Komisionit të Kulturës. Unë tani dua të bëj një vizitë monitoruese apo dua të bëj një digjes se si po menaxhohet Butrinti. Ftoj ADF-n, nuk më vjen. Jam privat, s'kam detyrim thotë të përgjigjem kuvendit. Ftoj ADF-n për Durrësin, për projektin TIT, nuk vjen. Jam privat, thotë jam OJF, s'dua të përgjigjem kuvendit. Si e zgjidh llogaridhënien edhe garancinë që kuvendi është mbi të gjithë dhe duhet të garantojë mbrojtjen e trashëgimisë kulturore? Kur unë thras ministria ka detyrim të vijë, sepse shteti jep llogari. Përveç se këto fondacione siç i krijojnë këta ku ka shumicën privati, më pas bëhen dhe të pa auditueshme nga shteti. Kontrolli i lartë i shtetit nuk auditon më Butrintin. O si Butrinti edhe nesër koncesionet tjera që duan të japin dhe amfiteatrin e Durrësit me të njëjtin model, me modelin BIT në amfiteatr. Kush i bën tenderat në këto? I bëjnë prapë OJF-t me parat publike që mblidhen nga prona publike, sepse çdo gjë që prodhohet nga prona publike është e qytetarëve shqiptar. A nuk është thjesht pronë shtetërore, është pronë publike, pronë e qytetarëve shqiptar. Dhe çdo e ardhur që vjen atje edhe nga biletat, edhe nga aktivitetet është pronë publike dhe duhet të ketë rregullat e një prone publike. Pastaj, le t'i harrojmë një moment parat, edhe le t'i quajmë që parat janë dëmi minimal që këta bëjnë duke i vjedhur, por në thelb kemi të bëjmë me identitetin, me historinë. Kush më garanton mua që gjetjet aty do t'interpretohen në përputhje me atë që janë realisht? Kush më garanton mua që arkeologjia atje nuk do të dëmtohet? Unë jam sot një shtet i cili ka marrëdhënie të mira me fshinjët. Nesër mund të kemë marrëdhënie të voklavitura me fshinjët. Ajo që i mbajnë fshinjët bashkë janë interesat. Interesat sot janë mirë, nesër mund të jenë keq. Kur vinë atje studiues që interpretojnë që Butrinti është grek, Saranda është greke, nesër këto mund të cënojnë edhe territorialitetin e Shqipërisë duke hapur ambicie edhe të fshinjët. Grek, italian, serb, çfarëdo lloj kombësie qofshin që mund të kenë ambicie nesër për shtrirje jo vetëm territoriale, por edhe kulturore në Shqipëri. Ndaj identiteti, trashëgimia, historia ja ka dhënë Kushtetuta dhe Konventa e Parisit shtetit. Se shteti duhet ta shikojë atë parësor për ta mbrojtur dhe për t'ia lënë trashëgim të pacënuar brezave të ardhshëm. Unë ja u thash dje antarëve të komisionit, i thash ta them dhe këtë fjali, thash partitë i kemi veç e veç, po Shqipërinë e kemi bashkë dhe duhet ta mbrojmë Shqipërinë pavarësisht çfarë interesash ka çdo privat për ta shfrytzuar atë qoftë nga pikpamja ekonomike, qoftë
për interesat tjera të lobizve ndërshtetëror. Zonja Zhupa, ju falenderoj, ishte kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia ishte imja. Ishim me deputeten e Partisë Demokratike, Hina Zhupa, ndalemi tani në një zhvillim të minutave të fundit, ashtu siç ishte paralajmëruar nga Report Televizion. Qeveria ka miratuar sot amnistin penale pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Ministri i Drejtësisë, Besport Lamallari, ka deklaruar se 447 persona përfitojnë lirim të menjëhershëm nga burgu dhe 853 të tjerë ulje dënimi. Mes tyre ka gra të mitur dhe shtetas gjithashtu të huaj. Ndërkohë Lamallari ka deklaruar se parlamenti duhet ta shqyrtojë projekt ligjin pa vonesa në mënyrë që amnistia të fillojë të ketë efektet e saj. Objektivi ynë ambicioz është të kemi një sistem që ditën të shkojë fort kur duhet, por edhe të jap një shans për të rikthyer në shoqëri. Drejtësia nuk është vetëm dëshkim, por edhe një mundësi e dytë e drejtuar nga humanizmi dhe rehabilitimi, ka bërë me dije ministri në reagimin e tij. Falenderoj gjitha institucionet për kontributin në këtë proces dhe pres që parlamenti ta shqyrtojë projekt ligjin sa më parë në mënyrë që efektet pozitive të amnistisë të ndihen nga mira familje shqiptare, ka deklaruar ministri i Drejtësisë